Moderatorja e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka publikuar së fundmi një video që ka rrëmbyer menjëherë zemrat e ndjekësve të saj në Instagram. Në pamjet e shpërndara, protagonistja është vogëlushja Luna Mari, e cila shfaqet duke pozuar e veshur me disa rroba të ndryshme, duke u kthyer në një yll të vogël të modës. Me flokët kaçurela, fytyrën engjëllore dhe vështrimin e saj plot kureshtje, Luna ka bërë që videoja të kthehet shpejt në një ndër postimet më të pëlqyera të ditës. Në një prej momenteve, ajo shfaqet me një fustan klasik me kuadrate dhe fjongo të bardhë, një kombinim që i jep një pamje elegante e delikate. Në një tjetër sken, Luna është veshur me një xhaketë të bardhë me qepje të buta dhe këpucë të vogla të bardha që plotësojnë të gjithë stilin e saj engjëllor. Pamjet më të ëmbla janë ato ku ajo luan përpara pasqyrës, teksa përpiqet të vendosë syzet, duke sjellë një sken plot humor dhe pafajësi që i ka bërë ndjekësit të shpërthejnë në komente dashurie. Ky postim, edhe pse i thjesht, ka ngrohur rrjetin, pasi përveç ëmbëlsisë së Lunas, reflekton edhe kujdesin dhe dashurinë e madhe të prindërve të saj, Kiarës dhe Luizit, të cilët prej kohësh janë shndërruar në simbol të dashurisë familjare. Komentet në video ishin plot komplimente dhe emocione, ku fansat e çiftit i uronin bekime të pafundme për vajzën më të bukur të Instagramit. Prej momentit që ka ardhur në jetë, Luna Mari ka fituar menjëherë zemrat e publikut, e shpesh është bërë pjesë e postimeve të prindërve të saj, që ndajnë me ndjekësit momentet më të ngrohta të përditshmërisë. Këtë herë, vogëlushja ka treguar sërish se trashëgon elegancën dhe karizmën e prindërve të saj, duke u kthyer në qendrën e vëmendjes me çdo paraqitje. Kiara, e njohur për stilin dhe ndjeshmërinë e saj, duket se po e shijon në maksimum rolin e nënës, duke ndarë me publikun vetëm momente pozitive e plot dashuri. Videoja e fundit është një tjetër dëshmi se familja Elli mbetet ndër më të dashurat në showbizin shqiptar, një familje që përcjell dritë, qetësi dhe shumë dashuri. Reagimet pas publikimit të videos nuk kanë munguar as nga figurat publike dhe miqtë e afërt të Kiarës e Luizit, të cilët e kanë vlerësuar vogëlushen si një yll të vogël që ndriçon çdo ditë më shumë. Për shumë fansa, Luna Mari është kthyer në simbol të lumturisë dhe pastërtisë familjare, duke sjellë një frym pozitive sa herë shfaqet në ekran apo në rrjetet sociale. Me çdo dalje të saj, ajo duket se fiton gjithnjë më shumë dashurinë e publikut, ndërsa prindërit e saj vazhdojnë të ndajnë me ndjekësit vetëm momente të bukura, të sinqerta dhe plot dashuri. Nuk ka dyshim se, me ëmbëlsinë dhe sharmine e saj, Luna do të vazhdojë të jetë një ndër figurat më të dashura të rrjetit, duke i bërë ndjekësit të buzëqeshin sa herë që shfaqet në postimet e Kiarës Tito dhe Luiz Elli.